A mund ta imagjinoni të humbni fëmijën tuaj dhe pas muajsh dhimbjeje, një ditë krejt normale, ta shihni pa pritur përballë jush në një raft supermarketi? A do ta njihnit? A do t'ju njihte ai ju? Disa histori duken si filma, por kjo është një histori që tregon sa lehtë mund të shkatërrohet një familje dhe sa e vështirë është të rikthehet ajo që humbet. Ajo që i ndodhi Michael Reedit do t'ju bëjë të mendoni për çdo sekondë që e merrni si të mirëqen, sepse mënjëherë mjaftojnë vetëm 30 sekonda që jeta të ndryshojë përgjithmonë. Djali 6 vjeçar i Michael Reedit, Tyler, ishte zhdukur nga obori i tyre para 9 muajsh, duke lënë pas vetes vetëm biçikletën e tij dhe një familje të shkatëruar nga dhimbja. Çështja ishte ftohur, kërkimet kishin përfunduar dhe shpresa po zbehej me çdo ditë që kalonte. Pastaj një të shtunë të zakonshme në një supermarket në anën tjetër të qytetit, Michael u kthye në korridorin e drithrave dhe pa një djalë, profili i të cilit i ngjante djalit të tij. Kur fëmia u kthye, pamja që pa pothuajse ja ndali zemrën. Michael Reed kishte jetuar në një mjegull për 9 muaj. Çdo mëngjes fillonte njësoj. Ai zgjohej dhe për një sekondë gjithçka dukej normale. Pastaj realiteti e godiste. Djali i tij, Tyler, ishte zhdukur. Gjithçka kishte ndodhur në një të mërkurë të zakonshme pasdite. Tyler po ngjiste biçikletën në oborrin përpara shtëpisë. Michael shkoi të përgjigjej në telefon. Kur u kthye pas 30 sekondash, biçikleta ishte e rrëzuar në tokë. Tyler nuk ishte askund. Policia mbriti brenda minutash. Fqinjet ju bashkuan kërkimit. Oficerët kontrolluan çdo cep të lagjes. Vullnetarët shpërndanin fletushka me fytyrën e Tylerit. Sytë e tij kafe dhe buzëqeshja e ndritshme shikonin nga shtyllat e telefonit dhe vitrinat e dyqaneve. Javët e para ishin një turbullir intervistash policore dhe kërkimesh. Michael dhe gruaja e tij, Sara, qëndronin para kamerave duke ju lutur kujdo që kishte informacion të dilte përpara. Por ndërsa javët u kthyen në muaj, telefonatat filluan të paksoheshin. Detektivët u thanë me kujdes se pas kaq kohe, shanset ishin të vogla. Dhimbja pushtoi çdo cep të jetës së tyre. Sara ndaloi së shkuari në punë. Ajo kalonte orë të tëra në dhomën e Tylerit, duke mbajtur rrobet e tij. Disa ditë me xifliste, ditë të tjera shpërthente duke fajsuar Michaelin për ato 30 sekonda kur ai kishte kthyer kokën. Michael filloi të shkonte herët në punë dhe të qëndronte deri vonë, çdo gjë për të mbajtur mendjen të zënë. Natën ai voziste nëpër lagje, kontrollonte parqe dhe kënde lojrash. Martesa e tyre u trondit nga pesha e dhimbjes. Bisedat u kthye në debate. Heshtja u bë normale. 9 muaj pasi Tyler u zhduk, Michael u gjend në një udhkryq. Kishte nevojë të blinte ushqime, por kishte frikë të shkonte në supermarketin ku shkonin zakonisht. Shumë kujtime. Voziti drejt një qendre tregtare në anën tjetër të qytetit. Qendra tregtare ishte e mbushur atë pasdite të shtunë. Michael lëvizte në korridoret mekanikisht. Buk, qumësht, vezë. Ai u kthye në korridorin e drithrave, me mendjen diku tjetër. Atëherë, koha dukej sikur ndaloi. Një burr qëndronte në mes të korridorit me një djalë pranë tij. Fëmia po shikonte raftet. Profili i tij goditi diçka thellë në kraharorin e Michaelit. Mënyra si i binin flokët mbi ball, gjesti i përkulljes së kokës kur përqendrohej. Michael u afrua. Zemra filloi të rinte fort. Djali u kthye pak dhe Michael pa fytyrën e tij. Syt kafe, një grop në faqen e majt, dhe aty, një plagë e vogël nga koha që kishte rënë nga tricikli 2 vite më parë. Michael shqiptoi emrin e Tylerit, jo me zë të lartë, por me çdo grimcë shprese që i kishte mbetur. Djali e pa, por nuk kishte asnjë shenjë njohjeje në sytë e tij, vetëm hutim. Flokët e djalit kishin një ngjyrë tjetër, më të çelët nga sa kujtonte Michael, por çdo gjë tjetër bërtiste se ky ishte djali i tij. Burri u vendos menjëherë mes tyre. Ai e pyeti Michaelin çfarë donte, me zë të ashpër. Michael u përpoq të shpjegonte. Fjalët i dilnin të ngatëruara. Ky ishte djali i tij, djali që kishte 9 muaj i zhdukur. Ai nxori telefonin me duar që i dridheshin dhe tregoi fotografi të Tylerit. Fytyra e burrit u ashpërsua. Ai insistoi se djali ishte nipi i tij që po e vizitonte për fundjavë. Djali quhej Ryan, jo Tyler. Michael ishte gabim. Por Michael nuk mund të tërhiqej. Ai e pa përsëri djalin, duke vërejtur çdo detaj të njohur. Mënyra si qëndronte duke mbajtur peshën në njërin këmbë, njolla e vogël pranë veshit,
ky ishte Tyler. Blerësit e tjerë filluan të vërenin në rrëmujën. Burri e kapi djalin për dorë dhe filloi të largohej me nxitim. Michael e ndoqi, duke thirrur me zërin që i ngrihej. U shfaqën rojet e sigurisë. Michael i tregoi fotografitë në telefon, shpjegoi për djalin e tij të zhdukur. Rojet u dukën të pasigurta. Ata i kërkuan burrit dokument identifikimi. Burri nxorri patentën, por kur u pyet për djalin, historia e tij filloi të ndryshonte. Fillimisht tha se ishte xhaxhai që po e vizitonte. Pastaj tha se nëna e djalit ishte e sëmurë. Pastaj tha se ajo ishte i jashtë qytetit. Kundërshtit u shtuan. Michael u lut që të thërrisnin policinë. Rojet ranë dakord. Burri u bë më i shqetësuar. Ai insistoi se kjo ishte ngacmim, u përpoq të largohej me djalin. Siguria i bllokoi rrugën. Policia e mbërriti brenda minutash. Michael i tregoi gjithçka, raportin e personit të zhdukur, fotografitë nga çdo kënd. Ai tregoi plagën mbi vetullën e Tylerit, e dukshme edhe përmes flokëve të lirë. Një oficer e mori burrin mënjan për ta pyetur. Historia e tij vazhdoi të shpërbëhej. Ai pretendonte se ishte kujdestari i djalit. Tha se prindrit e tij i kishin dhënë leje. Kur ju kërkuan dokumente, ai nuk kishte asgjë. Një tjetër oficer i tregoi djalit fotografi të Michaelit dhe Sarës. Ai njihte këta njerëz. Djali i shikoi fotografitë, diçka dukej se lëvizte në mendjen e tij, por ai tundi kokën. Zemra e Michaelit u thye. Djali i tij nuk e mbante mend. Policia mori një vendim. Do ta çonin burrin dhe djalin në stacion. Testi i ADN-s do ta zgjidhte shpejt këtë çështje. Michael i ndoqi me makinën e tij, duke shtrënguar timonin aq fort sa njujat e duarve ju zbardhën. Në stacion pritja ishte torturuese. Michael telefonoi Sarën, mezi formonte fjali të kuptueshme. Ajo nuk e besoi në fillim, por diçka në zërin e tij e bindi. Ajo voziti drejt stacionit duke shkelur çdo kufi shpejtësie. Rezultatet e ADN-s morën disa orë, por kur erdhën, konfirmuan atë që Michael kishte ndjerë që në momentin që pa atë profil në korridorin e drithrave. Djali ishte Tyler Reed. Maska e burrit u shemb plotësisht, përballë provave të pamohueshme. Mbrojtja e tij u rrëzua. Ai quhej David Hammond. Ai kishte humbur djalin e tij në një betejë të ashpër për kujdestari vite më parë. Dhimbja nuk kishte shëruar kurrë, ishte kthyer në diçka të errët dhe të dëshpëruar. Atë të mërkur pas dite 9 muaj më parë, ai po kalonte me makinë në lagjen e Michaelit. Pa Tylerin duke ngarë biçikletën vetëm në obor. Diçka ju këput brenda. Ai e thirri Tylerin drejt makinës dhe i tha se prindrit e kishin dërguar ta merrte. Djali, besues dhe vetëm 6 vjeç, e besoi. Për 9 muaj, David jetoi me Tylerin në një shtëpi të vogël 2 qytete më tej. I tha se prindrit e tij të vërtet nuk e donin më, se i kishin braktisur. Ditë pas dite, ai punoi për të fshirë kujtemet e Tylerit, duke i zëvendësuar me gënjeshtra. David insistoi, edhe kur policia e arrestoi, se i kishte dhënë Tylerit një shtëpi të mirë. Djali ishte ushqyer, veshur dhe kujdesur. Ai duke i hapur, pretendonte David, por dëmi ishte shumë më i thellë se sa mund ta kuptonte ai. Kur Sara e rriti në stacion dhe pa Tylerin, ajo u rrëzua emocionalisht. U zgjat drejt tij duke qarë emrin e tij. Tyler u tërhoq, duke u mbështetur pas një oficeri policie. Ai nuk e njihte këtë gjën që qante, duke i terrësuar. Ribashkimi që duhet të ishte i lumpur, ishte dhe mbërthyes. Tyler kishte kujtime të mjegullta nga jeta e tij të mëparshme, si fragmente ëndre, por 9 muaj gënjestra kishin bërë punën e tyre. Ai u mësua të besoj se prindrit e tij e kishin braktisur. Familja filloi menjëherë terapi. Disa seanca treguan progres. Tyler kishte shpërthime të papritura përthimesh, duke njohur një këngë që Sara i këndonte, ose një lojë që luante me Michaelin. Ditë të tjera ishin më të vështira. Tyler pyeste kur mund të kthehej në shtëpinë e Davidit. Çdo pyetje i thyente zemrat e Michaelit dhe Sarës. Michael mendonte vazhdimisht se sa afër kishin qenë që të mos e gjenin kurrë Tylerin. Nëse atë ditë do të kishte shkuar në supermarketin e zakonshëm dhe jo në anën tjetër të qytetit, Tyler do të ishte ende i zhdukur. Nëse do të kishte shikuar telefonin dhe jo korridorin, gjithçka do të ishte ndryshe. Rastësia e kësaj e përndishte, por ngadalë erdhi progresi. Tyler filloi të besojë sërish. Një natë 3 muaj pas ribashkimit, Tyler përqafoi spontanisht Sarën. Një herë tjetër, i kërkoi Michaelit t'i lexonte për rrallën e vjetër të gjumit. Michael qau ndërsa lexonte, dhe Tyler nuk u largua. Rasti mori vëmendjen mediatike, dhe Michael u bë aktivist. Ai kuptoi sa shumë fëmijë të zhdukur mund të jenë të fshehur në sytë e publikut, jetuar me rrëmbyes që u kanë ndryshuar pamjen dhe u kanë fshirë të kaluarën.
David Hammond u dënua me 15 vjet burg, por asgjë ndimakën nuk mund të zhbënte traumën që i kishte shkaktuar një djali 6 vjeçar, të cilit i kishte mësuar se prindrit nuk e donin. Michael dhe Sara e dinin se familja e tyre nuk do ta rikuperonte plotësisht atë që ishte humbur. Ata 9 muaj kishin lënë shkam të përhershme. Por ata kishin diçka që shumë familje nuk e marrin kurrë, një shans të dytë. Dhe Michael bëri një premtim çdo natë kur i përshpëriste Tylerit para gjumit. Tyler ishte i dëshiruar, Tyler ishte i dashur, dhe pavarësisht çfarë ndodhte, ai nuk do të braktisej më asnjëherë. Çfarë do të kishit bërë ju nëse do të shihnit një fëmijë në një dyqan dhe do të mendonit se mund të ishte djali juaj i zhdukur?